Përshëndetje, në këtë video do ju tregoj se si mund të krijoni një quiz argëtues në KAHO, që ta përdorni me nxënësit në klasë ose online. Pasi kërkojmë aplikacionin, bëjmë login ose sign up nëse nuk keni një llogari në KAHO. Pasi është hapur aplikacioni, do të klikojmë tek Create. Zgjedhim KAHO. Blank. Dhe shohim faqen që u hap. Në fillim vendosim titullin që kemi dëshirë të emërtohet ky quiz. Për shembull, veprime me numra. Më poshtë ka dy opsione, mund ta bëni quizin privat ose publik. Këtu mund t'i vini një cover që të dali në fillim kur hapet quiz. Po këto do t'i mësoni gradualisht duke krijuar sa më shumë quiz me KAHO. Vazhdoj me krijimin e pyetjeve. Në KAHO ti mund të përdorësh disa opsione për të krijuar pyetje. Mund të shkruash pyetjen, mund të shtosh foto, video ose edhe një audio. Dhe në varësi të dokumentit që ke shtuar, mund të krijosh dhe alternativat. Po krijojmë një pyetje të thjeshtë për të parë se si duket. Pasi shkruajmë pyetjen, këtu më poshtë janë 4 alternativa, ti mund të zgjidhësh edhe 2 alternativa, sipas pyetjes. Shkruajmë alternativat. Pasi kemi shkruar të 4 alternativat, vendosim tik tek alternativa e saktë. Kështu, në të njëjtën mënyrë mund të vazhdoni edhe me pyetjet e tjera duke klikuar tek Add. Mund të krijoni në formë quizi, e vërtet e gabuar, mund me pin answer ose si puzzle. Por kjo është në varësi të quizit që do krijoni, mund të t'i gjeneroni me AI, por duhet të keni abonim. Në anën e djathtë ka disa opsione të cilën mund të zgjedhësh për të ndërtuar quizin. Koha, e cila varet nga pyetja, mund të jetë e ndryshme për secilën pyetje. Pikët dhe mënyrën e përgjigjes, që mund të jetë një ose disa përgjigje. Pasi mendoj që ke mbaruar me krijimin e quizit, ti mund ta shohësh se si duket. Ne kemi krijuar vetëm një pyetje, kështu që do dali vetëm një. Ja, ky do jetë formati. Coverin mund ta ndryshoni, edhe se si do duket faqja ju mund ta ndryshoni, ka opsione sa të duash. Dhe pasi ke mbaruar, mendojnë që ke mbaruar me quizin, e bën save. Ka disa opsione që mund ta përdorësh quizin. Ti mund ta lançosh, ti mund ta luash live, por edhe mund ta shpërndash tek Google Classroom që ke krijuar më përpara për nxënësit. Shohim, quizi ka dalë veprime me numra. Kështu mund të krijosh edhe quize të tjera përsëri duke klikuar Create dhe me opsione të tjera. Është kaq e lehtë, mund të krijosh quize të personalizuara që e bëjnë mësimin më argëtues dhe interaktiv. Por KAHO nuk ka vetëm quize për të krijuar, por ti mund edhe të luhash me KAHO që janë të gatshme tek Super KAHOtopia, që ti mund të luash me nxënësit.